Pavarësisht temperaturave të ulta dhe motit të ftohtë të ditëve të fundit, procesi mësimor në Bashkinë e Libohovës po vijon normalisht në të gjitha shkollat, përfshirë edhe klasat që funksionojnë në fshatrat më të largët. Sipas stafit arsimor dhe institucioneve shëndetësore, mungesat e nxënësve janë minimale dhe lidhen vetëm me virozat e stinës, të cilat paraqiten në nivele normale për këtë periudhë dimri. Bashkia ka marrë të gjitha masat e nevojshme që çdo godinë arsimore të jetë e pajisur me ngrohje, duke garantuar kushte të përshtatshme për nxënësit dhe stafin arsimor edhe gjatë ditëve të ftohta të dimrit. Bashkia e Libohovës ka marrë masat e duhura për ngrohjen në institucionet arsimore që mbulon bashkia, teritorin tonë domethënë. Në gjimnazin tashmë është shkolla e bashkuar, domethënë Shkolla e mesme e bashkuar Avni Rustemi, që quhet ish gjimnazi 11 Shkurti, janë vendosur kondicioner në 3 klasat aktive dhe në ambientet të tjera laboratorike, sigurisht dhe në sallë. Shkolla 9 vjeçare Avni Rustemi sigurisht është me kaldaj, siguruar lënda djegëse, gaz. Shkolla 9 vjeçare Nepravisht është përsëri me kaldaj, me djegje me pelet, edhe aty është siguruar lënda djegëse. 3 shkollat e tjera, shkolla 9 vjeçare e Bulos dhe 3 klasat që ndodhen 2 në Zagori dhe 1 në Labov janë me ngrohje me lëndë djegëse dru, janë siguruar sobat dhe lënda djegëse. Në Bashkinë e Libohovës, 192 nxënës ndjekin arsimin 9 vjeçar dhe 29 nxënës arsimin e mesëm. Për sa i përket edukimit parashkollor, 46 fëmijë frekuentojnë kopshte në territorin e kësaj bashkie.